A mi kryen Allahu i madhëruar nevojat e mia edhe pa ju lutur atij? Po, Allahu i madhëruar mund t'i kryej nevojat e tua edhe pa ju lutur atij. Mirë, po kjo atëherë nuk do jetë shenjë e mirë për robin, sepse Allahu i madhëruar do që mirësitë e tij të arrijnë tek robi nëpërmjet lutjes, duas, nënshtrimit dhe adhurimit në përgjithësi. Pra të bëjë diçka robi që të meritojë mirësitë e Zotit të tij. Dhe kështu është thënë edhe në Kur'an, Allahu i madhëruar thot në Kur'an: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Thot, ka thënë Zoti juaj, mu lutni mua t'ju përgjigjem ju, innal ladhina yastakbiruna an ibadati, ata të cilët tregojnë me një madhësi ndaj adhurimit tim, dhe këtu është fjala për duan, se kështu fillon ajeti, për lutjen, sayadkhuluna jahannama dakhirin, atëherë këta lloj njerëzish do t'i depozitojë që të gjithë në zjarrin e xhenemit. Dhe Allahu madhëruar e ka krijuar njeriu këtë krijesë me nevoja, pikërisht e ka krijuar në këtë lloj mënyre, pikërisht që ai t'i lutet dhe t'i nënshtrohet atij. Dhe t'ia kërkojë atij të mirat materiale. Dhe në qoftë se robi nuk e bën atë, atëherë kjo është me një madhësi e robit ndaj Zotit të tij. Dhe sjellje jo e mirë, pra sjellje që tregon pavarësi e robit në lidhje me Zotin e tij. Pavarësisht se ai është gjithmonë i varur prej Zotit të tij në realitet, por për nga ana e sjelljes tregon pavarësi. Dhe prandaj thash që është shenjë jo e mirë e robit në lidhje me arritjen e të mirave materiale dhe nevojave të tij. Pa harruar edhe këtë tjetrën, se jo çdo gjë mund të arrijë te robi në këtë lloj mënyre. Sepse njihet një prej llojeve të caktimeve të Allahut është dhe al-qada'u al-mu'allaq, ose ndryshe caktimi i varur, që do të thotë nëse robi do bëj një gjë, atëherë do i shkojë ose do i caktohet kjo mirësi prej mirësive të Allahut. Që do të thotë nëse robi lutet atij, atëherë caktohet për të një mirësi. Ndryshe ajo mirësi nuk do arrijë. Kështu që jo çdo gjë në lidhje me robin do arrihet pa dua, pa harruar edhe të parën, se nëse mirësit nuk bën pra robi diçka që ti meritojë ato dhe i vijnë, atëherë kjo nuk është shenjë mirë për robin.